Zoti Redo, do të filloja me ju, pse u zgjodh Prishtina për të qenë protagoniste dhe epicentër e këtij organizimi? Së pari dua të falenderoj shumë për mundësitë që po na jepni përsa i përket promovimit të këtij evenimenti nga ana e Radio Televizionit të Kosovës. Shumë e thjeshtë pse u zgjodh Prishtina. Prishtina u zgjodh duke parë traditën e lartë që ka Kosova, që nga viti 1926 kemi një federat tu, kemi një federat pavarur që nga viti 1992, të mos harrojmë rastin që kemi pas 5 herë kampion të ish Jugosllavisë, klubin e boksit Prishtina, 6 herë nën kampion, po mos u futur me emrat e mëdhenj që ka pas boksi kosovar si Mehmet Bogujevcin, Aziz Salihin, e shumë të tjerë, ndër këto dua të cek edhe trajnerin legjendar Bacën Lahlimani, i cili ka nxjerrë nga duart e tij disa mrekullirat boksit. Gjithashtu është edhe për të vlerësuar që ky tradit po vazhdon edhe sot tek kësaj dite, siç e thënë edhe në fillim, që në 1992 janë rreth 14 klube boksit regjistruara të Federatës Boksit të Kosovës. Janë gjithashtu edhe trajnerë që po vazhdojnë në gjurmët e Bacit Lah, po e përdor, klubi i Pejës, Ahmet Shala, e shumë trajnerë, e kam fjalën për Ahmet Shalën, jo ministrin e financave, po trajneri i klubit Pejës, cilët me përkushtim janë përkushtuar këtij boksi, edhe prandaj u vendos që Prishtina, pastaj tjetra tash jemi në Kosovën e lirë, Kosovën e pavarur, gjithashtu edhe kjo ishte një rëndësi e veçantë që neve vendosëm ta bëjmë një diçka të tillë. Federata e boksit Kosovës u tregua tepër e gatshme, boksit e Austrisë, kur ja thash si ide, unë jam edhe antar i kësaj federate, menaxher pranë kësaj federate, të cilët thanë me kënaqësi, edhe për neve është një kënaqësi që të vazhdojmë edhe është një punë disa mujore, po për kuriozitetin e shikuesve desha të them se goxha informacione më bollëk për boksin e Kosovës, për historikun e saj, për një shqiptar që ka lindur në Shqipëri, jeton tash sa vite në Austri dhe ka qenë një lobëzues bukur i madh i ngjarjeve në boksin e Kosovës. Në të vërtetë kanë qenë dy boksierë të cilët më kanë futur në rrjedhën. Unë kam mbaruar shkencat politike në Austri, ka qenë Shpëtim Shala dhe një boksier nga Shqipëria, Erion Zeka. I kam parë që të dy që kanë talent, por mbi të gjitha do të theksoja për Shalën, ai do flasë vetëm mbrapa, është tepër boksier punëtor, dhe jam i bindur që ai do të arrijë jashtëzakonisht në të ardhmen. Shpresoj që gjithashtu, ose dua të falenderoj edhe një herë ekstra për këtë, përsa i përket Shalës dhe Muriqit, që po i bëhet një promovim nga ana juaj me fjalë në të gjithë trevat shqiptare. Sa meqe do të ketë në mbrëmjen e 18 prillit? Në mbrëmjen e 18 prillit është paramenduar që të ketë 2 parameqe, të cilët do t'i ofrohen Federatës Boksit të Kosovës, boks amator, dhe do të ketë pastaj edhe 5 meqe të cilat do t'jenë profesioniste. Nga këto është të vendosur që 1 do t'jetë përfaqësues nga Shqipëria, 2 do t'jenë nga Maqedonia, Sefer Seferi dhe Besnik Limani, nga Shqipëria do t'jetë Erion Zeka, pastaj krem de la krem do t'jetë Shpëtim Shala dhe Elvir Muriqi. Ai ka mbrëmjes. Po, tamam, ai ka mbrëmjes. Elvir, ka mësuar se përballë jush do t'jetë një kundërshtar që me të cilin jeni përballur pak a shumë 4 vite më herët, nga i cili keni pasur me apo pa fat. Rasti mirë për t'u hakmarrur. Është një rast ndi veten krenar edhe të kënaqur që kam rastin mu hakmar. Besoj që edhe 2005 me 30 prill e kom fitu 10 meq, po si që dini dhe ju, boksi profesionist është si një biznes, djali Don King ka qenë menaxheri tina. Jënë konë disa probleme, po zdoj me folë për të kalume, zdoj me folë për të ardhmen. Po, e ndi vetë shumë të kënaqur me mujtë, me pas rastin para publikit, para shqiptarëve, para vendit tem, para vendit që unë kom lind me pas rastin mu hakmerë. Po Shpëtimi, goxha fjalë miradijet dhëna nga Shpëtim Redo, një emnak i juaj. Po, ne kemi pas fatin që ta kemi emrin e njëjtë dhe gjithashtu të bashkëpunojmë së bashku. Unë i falenderoj te mase. Ne kemi një bashkëpunim diku më shumë se një vit së bashku. Do thotë zoti Shpëtim Redo menaxhon deshet e mia në boksin profesionist. Jam shumë i kënaqur dhe unë falenderoj shumë për angazhimin e tij, pikërisht për këtë dhuratë që po na bën, që po organizon një turne kaq të rëndësishme në Kosovë. Thua dhuratë për faktin ndoshta pse e kanë një boksier të vështirë apo? Po, faktikisht për mua është dhuratë sepse kam një boksier të vështirë, do të ndeshim me kroatin Josip Jarušić,
një bokser me përvojë si në boksin amator ashtu në boksin profesionist. Nga ana tjetër boksoj për titullin e kampionit internacional të Austrisë dhe do të jetë vështirë të mposhtëm para publikut tim. A do të ketë përfaqësues nga Federata Austriake e Boksit, cilët do të vinë për të vëzhguar përsëri cilësinë e boksit? Ato e kanë marrë tepër seriozisht, bile përpara disa muajve, kur ua kam sqaruar përse bëhet fjalë, se më lejoni dua përveç, siç e thash në fillim, që njohjen e dy federatave njëra me tjetrën, do të jetë i pranishëm edhe presidenti i federatës, Vili Palatin, i cili është një figurë tepër e njohur në boksin, në arenën ndërkombëtare të boksit, dhe ideja ime ka qenë që përveç mundësisë që boksierët nga trevat e ndryshme të boksojnë në Kosovën e lirë, Kosovën shtet, edhe njohja në mënyrë ndërkombëtare e Federatës Boksit Kosovës dhe gjithashtu tepër e rëndësishme. Presidenti do të vijë së bashku me të gjithë ekipin, pra do të thotë edhe menaxhimi i të gjitha ndeshjeve do të bëhet nga Federata e Boksit në bashkëpunim me Federatën e Boksit Kosovës sigurisht, do të thonë që ato referet e ringut, referet e pikëve të gjithë do të vinë së bashku, rreth 8 veta do të vinë nga Federata e Boksit kryesuar nga presidenti i kësaj federate. Në organizimin, elementi i rëndësishëm është padyshim edhe ndarja e drejtësisë. Keni menduar për këtë aspekt? Do t'u jepet mundësi edhe gjyqtarëve kosovarë apo nga Shqipëria? Patjetër është ftuar edhe një gjyqtar nga Shqipëria, pastaj edhe sigurisht edhe venda, se kjo ishte edhe qëllimi që thash qëllimi i dytë, por unë do të kaloja pak a shumë edhe në një çështje tjetër, që qëllimi i tretë, pak a shumë 3 qëllime kanë qenë ashtu, do të kaloja tek e gjitha kjo do të ketë një karakter humanitar. Do të thotë që të gjitha të ardhrat që po mundohen që do të mblidhen atë natë, do t'i kalojnë jetimëve të Kosovës, do t'i kalojnë fshatit SOS Kindadorf këtu në Prishtinë. Kam pasur takime me zonjën Nezihat Salihi, drejtoreshën e këtij, e kam mirëpritur shumë, personalisht jam prekur kur më ka thënë bile shpëtim, çfarë janë mbi 100 euro për ne është një ndihmë. Edhe kjo më ka shtyrë akoma më tepër që të punojnë më tepër në këtë drejtim, është për të vlerësuar që nga ana e boksierëve shqiptar të gjithë kanë pranuar të boksojnë pa honorare, kundërshtarët sigurisht që jo, po këto vetëm që të boksojnë në Kosovën e lirë, asnjëri nuk ka kërkuar asnjë diçka. Megjithatë, si organizim është sigurisht i lidhur me kosto e me ashtu, po besoj kemi pas një përkrahje nga të gjitha anët. Nuk dua që të prek emra, po një takim jo formal që kam pasur me ministrin e Kulturës, Rinisë, Sportit, zoti Balton Beqiri, më ka propozuar, më ka thënë se nuk do të më mungojë ndihma e tij. Nga ana tjetër, zoti Ramush Haradina ka thënë është një diçka shumë e mirë, gjithashtu më ka vënë jashtëzakonisht ndihmë në dispozicion si nga ana organizative, duke më këshilluar ku mund të gjejmë disa sponsorë e tjera. Me fjalë po shkon çdo gjë në nivelin e duhur dhe jam shumë i lumtur që mu dha rastit punoj në një ekip kaq të mirë dhe siç duket edhe ky karakteri humanitar po u jep, si me thënë, po jep atë më tepër zemër edhe zemër edhe vet edhe kurajo, motivim me njërin tjetër.